Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Gjeta një kamer të fshehur në shtëpi. Nuk e prisja kurrë që shtëpia ku mendoja se isha 100% e sigurt do të kthehej në vendin ku do të përjetoja frikën më të madhe të jetës. Unë quhem Mariola, jam 29 vjeçe dhe prej një viti jetoja në një apartament të vogël që e kisha marrë me qira në Tiranë. Ishte një ndërtesë e vjetër, por mendoja se dukej e ngrohtë, një hapësirë ku mund të ndërtoja qetësinë time. Pronari, një burr rreth të 50-ave, duke i sjellshëm dhe gjithmonë më fliste me shumë respekt. Nuk pata ndonjë dyshim tek ai derisa filluan gjërat e çuditshme. Fillimisht disa sende të vogla në shtëpi dukeshin sikur lëviznin vet. Unaza që e isha në komedim pranë shtratit ndonjëherë e gjeja mbi tavolinën e gatimit. Bluzat në dollap dukeshin të rregulluara në mënyrë ndryshe nga sa i kisha vënë unë. I vija vetes faj duke menduar se ndoshta harroja, ndoshta lodhja e punës më ngatronte mendjen, por ajo që më bëri të dyshoja seriozisht ishte momenti kur po pastroja dhomën e gjumit dhe pash një vrim shumë të vogël në mur, pikërisht përballë shtratit tim. Në fillim mendova se ishte ndonjë shtres suva që ishte çar, por forma ishte shumë e çrregullt, si e prerë me kujdes. Më ngriu gjaku, nuk dija çfarë të mendoja. E lash aty për 2 ditë duke u përpjekur të bindja veten se po imagjinoja më shumë se ç'duhet. Por një natë, ndërsa po ndërroja çarçafët, telefoni më ra nga dora dhe ra poshtë krevatit. Ula ta merja dhe aty e pash, një objekt i vogël me dritë të kuqe të fikur, i fshehur pas ekurave të shtratit tim. Një kamerë e vogël e vendosur në një mënyrë që të më shikonte vetëm kur isha në dhomë. Më iku fryma, mu drodhën duart dhe nuk po i besoja syve. E mora kamerën me dridhje dhe e mbajta në duar për disa minuta pa ditur çfarë të bëja. Ajo ishte e ndezur, e lidhur me diçka dhe dikë. Ndjeva panik, sikur e gjithë dhoma po më shikonte, sikur po merreshin me mua. Dola jashtë me vrull, me çantën time dhe kamerën në dorë. Zbrita shkallët me ngut dhe ula në bordurën e rrugës duke u përpjekur të merrja frymë. Nuk ja dola dot, më dridhej i gjithë trupi. Pasi u qetësova pak, shkova te një shoqe dhe kalova natën atje. Në mëngjes vendosa të shkoja në shtëpi të merrja gjërat e mia dhe të largohem përgjithmonë. Por kur shkova, pronari ishte para derës sikur po më priste. Më buzëqeshi sikur s'kishte ndodhur gjë. Ai ma kishte lënë derën hapur, gati sikur donte të më ftonte që unë të hyja brenda. Më mpin duart, nuk isha asnjë provë se kamera ishte e tij, por mënyra si më shikonte ishte e mjaftueshme të më ngrinte dyshimin. Nuk i thash asgjë, thjesht i thash se doja të largohesha dhe i kërkova depozitën. Ai nuk pyeti gjë, as pse, as kur, vetëm më tha një fjali që më ngriti zemrën në fyt. Nuk ke pse nxitohesh kaq shumë, Mariola. Shtëpia është e sigurt. Aty e kuptova që në fakt ai dinte gjithçka. Mora çantat, dola duke mos kthyer kokën prapa dhe që atë ditë nuk u ktheva më. Kamerën e dorëzova te autoritetet. E dija që ata do të hetonin, por unë nuk doja të merrja më pjesë në këtë histori. Doja vetëm të largohesha, të fshija gjithçka nga mendja, edhe pse nuk mundesha. Sot jetoj në një shtëpi tjetër. Çdo natë kontrolloj çdo cep, çdo mur dhe çdo pajisje. Frika është bërë pjesë e imja, edhe pse përpiqem të shpëtoj prej saj. Por një gjë e kuptova. Nuk e si ta dish kurrë kush të sheh, kush të ndjek, kush ndërhyn në jetën tënde, derisa të jetë tepër vonë.